Sadete Zhitia ka ndarë në rrjetet sociale një bisedë emocionale me nënën e heroit Afrim Zhitia, e cila shprehet me fjalë të ndjera për zhvillimet në Kosovë dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Ajo tregon se nëna e heroit ka lutur Zotin ta ruaj Kurtin, duke vlerësuar politikat sociale dhe rolin e tij për vendin. Në vim, postimi i tij plot: "Të kuptosh vendin, dëgjo edhe nënat." Sot në bisedën e zakonshme të mëngjesit me nanën, në mes të fjalëve të zakonshme, më tha: "Sot, ma ruaja të djalë." E pyeta, cilin djalë oj nan? Ajo, Albinin de. Pastaj vazhdoi: "Kur kush përpara, për fëmijë as që i ka përmend paret, as për gra lehona nuk ka menu e kush, edhe panzia ti rriti, besom, kam menu se kur ma tani brit s'kemi me dal në atë Mitrovic." Kishte trishtim në sytë e saj kur e përmendi Mitrovicën. Mua më kujtua burgu i Mitrovicës, një stufë e madhe ku në vitet e robërisë digjeshin vitet e rinisë shqiptare. Më pas më tha: "Kur po e shoh bashkimin, djalin e asaj shtëpie që na e qiti në dritë në krye të ushtrisë, zemra mal po mbahet." Pasi u mendu pak, mbylli syt, fërkoi ballin e tha me zë të dridhur: "Ky Albini diqysh e ka një nur, e ka një dije, sikur po ma hek mallin, mos lësho pe." Boksiri i famshëm dhe shumë i suksesshëm nga Kosova, Luan Krasniqi, ka bërë një postim me tone të forta vlerësimi për figurat politike të Kosovës. Ai ka cilësuar Ibrahim Rugovën si arkitektin e pavarësisë, duke theksuar urtësinë dhe rolin e tij historik në udhëheqjen e kombit në ditët më të vështira të tij. Në të njëjtin postim, Krasniqi ka vlerësuar edhe kryeministrin Albin Kurti, për të cilin tha se i ka kthyer Kosovës dinjitetin, besimin dhe shpresën, duke e quajtur këtë periudhë epokën e Albin Kurtit. Në vim, postimi i tij plot: "Ibrahim Rugova mbetet arkitekti i pavarësisë së Kosovës, njeriu që me urtësinë e tij të pafund na mësoi se liria fitohet edhe me mençuri, jo vetëm me sakrificë. Urtësia e tij ishte një dritë që e udhëhoqi kombin tonë në ditët më të vështira të tij, një dritë e pakrahasueshme që do të mbetet përgjithmonë. Sot, në një kohë të re, Albin Kurti i ka kthyer Kosovës dinjitetin, besimin dhe shpresën. Ai po i sjell vendit të mira të prekshme e të mëdha, duke dëshmuar se edhe ëndrat e papërfunduara mund të vazhdojnë me vendosmëri dhe vizion. Kjo është epoka e Albin Kurtit, lum Kosova që e ka dhe lum ne që jemi dëshmitar të këtij kapitulli